Sot po të coptojmë pleu që kemi shpërndarë luajve që kovrim. Ka dhe që mas 2 ditësh do bjeshi dhe është e mira që pleu të jetë i coptuar. është në të jetë shumë vërshirë. Kemi bërë një branë të improvizuar vetë me plek mandërtimit dhe disa ele. Koni copat e mëdha të pleut të copëzon barin e ledha ton e ajros. Shpresojmë të rritim deri në 20% prodhimin e barit këtë vit në kjo parcelë. Duhet këtë pak shpejtësi se thore në këtë. Sa më shpejt aq më shumë copton. Ja ku është pjesa që është e branitur, kemi kaluar në të branë e improvizuar. Ja ku është edhe pjesa që nuk ka kaluar. Shko që ndryshime ka. Ky ple base do një muaj shqit të tretët, nëse ky coptuari pora 3-4 shi, tretët dhe përvecojt nga barë. Shpejt! Shpresojmë të kemi një bear të mbarë me lagështirë dhe ngrohtësi që të rritet bari mirë. Miru pafshim.